Edhe pse, pas luftës së vitit 2001, unë shkruajt një marrëveshje ashtu quajtur, marrëveshje kornisë e orit, dhe jo marrëveshje paqësore e orit. Për këtë arsye, ne sot nuk kemi në Maqoni paqe, sepse nuk ishte marrëveshje paqësore, por marrëveshje kornisë e orit, kundër interesave shqiptare këtu, në trojet e tyre në Maqoni. Andaj ne jemi grumbulluar gjithmonë dhe kemi kërkuar lirin për qytetarët tonë në vendin tonë. Por slavët me bashkëveprimtarët e tyre na kanë mohuar gjithmonë të drejtat tona. Edhe pse populli shqiptar ju përgjigj slavëve me argumentet e nevojshme të cilat i kërkuan ata. Ajo ishte pushka. Ne si popull kemi qenë gjithmonë paqësorë dhe jemi paqësorë. Nuk kemi qenë asnjëherë luftënxitës, sepse ne asnjëherë nuk i kemi sulmuar ata në Berov apo diku tjetër në Bullgari apo në Serbi. Kurse slavët neve gjithmonë na kanë sulmuar në trojet tona sërbishore të Shqipërisë. Andaj, ne nga këtu u bëjmë apel slavëve dhe bashkëpunëtorëve të tyre shqipfolës që të ndërpresin dhunën ndaj popullit shqiptar, ndaj nënës shqiptare, ndaj fëmijës shqiptare. Dhe mbi tokën e lash shqiptare, sepse kjo tokë është e jona, nuk është e slavëve, dhe astësi e bashkëpunëtorëve të tyre. Prandaj, ne jemi tubuar edhe në të kaluarën, por edhe sot jemi tubuar dhe nga këtu kërkojmë nga slavët të heqin dorë nga shqiptarët, sepse shqiptarët do të mbrohen, siç kanë ditur gjithmonë të mbrohen. Për këtë ne kërkojmë paqe. Nëse ju kërkoni luftë, ju kërkoni luftë. Ne do të kërkojmë paqen, andaj lironi shqiptarët nga burgjet slave. Lironi shqiptarët nga burgjet slave, sepse Maqonia është e jona dhe nuk është e slavëve. Rok, populli shqiptar! Republika Shqiptare e Maqonisë, sepse slavët e grekët se ndjejnë emër për Maqoninë, kurse ne kemi emrin. Ai emër është Republika Shqiptare e Maqonisë, se gjithmonë të trojet kanë qenë shqiptare dhe asnjëherë slave apo helene. Rok populli shqiptar, rok Shqipëria.